ishte natë e gjatë, por kishte lënë porosi anës, dhe kur doli ana unë i fola asaj, hapa sytë dhe pash. Dhe si për kokës time, kur u zgjova, pash 3 njerëzit më të dashur të jetës time, 2 fëmijët dhe gëzimin. Dhe një mjek të shkëlqyer, anestezist, që pasi unë u zgjova nuk donte të më linte që unë sërish të flija, sepse kështu është natyre këtij lloji operacioni, për shkak se mund të bjesh në koma. Dhe ai mundoi të më thonte, pasi i përqafova sigurisht me pak larg, nuk duhet, kisha dhimbje të tmerrshme, mbaj mend atë natë të reanimacionit. Nuk duhet të shifja të tjerë, sepse salla ishte mbushur plot me njerëz në koma. Ishte ngjarje për ta se kishte qenë pak i vështirë operacioni, 12 orë operacion, dhe ishte një fitore madhe zgjimi i majt shpejt. Ishte, domethënë, unë nuk e kuptoja, por gëzimi dhe fëmijët edhe se më shifnin ashtu të fashuar, ishin në aq kënaqësi sa mbaj mend, domethënë në aq herë sa hapja dot syt. Mbaj mend fytyrën e qeshur, sytë e qeshur të gëzimit, të djalit, të vajzës, kështu. I kam të fotografuara dhe më rinë në mendje ato vështrime. Si do largohesh e ti? Ti fole një natë përpara, ke folur dhe ke pasur një bisedë me një botë tjetër. Edhe i rendita arsyet që shikon se jam gati të vija aty te ty, the. Jo, nuk isha gati. Edhe ata më kuptuan, besoj. Dhe bota tjetër të kuptoi dhe nuk e hapi derën për ty. Nuk e hapi derën. Sepse ti ke mbulet rije këtu te ne. Shiko, më pëlqen kjo bota mua, dhe me sfida. Unë i dua sfidat. Edhe ndonjëherë edhe marrëzitë e shoqërisë, ndonjëherë edhe nuk pranoj vetëm dashurit dhe gjërat e lehta, por edhe ato të vështirat. Por përgjithsisht më pëlqejnë njerëzit kur kanë mirënjohje, dhe unë për gjithë këtë që kalova, jam mirënjohës në mënyrë të jashtëzakonshme mjekut dhe familjes time, gëzimit që çdo ditë e falenderoj. Ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme. Fëmijëve të mi, të cilët megjithse vajza adoleshente, djali i ri, nuk, domethënë, i lanë ato problemet e tyre, në atë kohë unë duhet të isha në ndihmë të tyre dhe mu bën ndihmë mua dhe më mbështetën. Ti ishe prioriteti. Lika, mban mend gjë nga ato 12 orë të operacionit? Jo, po. Do të thënë nuk është se ti kishe ndonjë gjendje të caktuar apo gjatë operacionit. Gjatë operacionit ose mbas në narkozë ose kështu. Mbas narkozës, thash i gjeta të 3 si për fytyrës time. Do të thënë ti sa ke hapur syt ke para ata. Kam para ata. Pastaj nata me vështirë është nata pas operacionit. Ishte një natë jashtëzakonisht me dhimbje, sepse dhe ata nuk duhet të jepnin doza të tjera se mund të bie në koma, sepse ishte problem, koka ka një tjetër mënyrë se si të del narkoza. Nuk duhet që të flesh. Imagjino se, domethënë, gjithë operacioni mbaron me sukses dhe pastaj nata pas operacionit është me vështira, sepse ti në operacion kupton që kishte dhimbje. Dhimbje të mëdha, duhet të flisje. Duhet të flisje, pra ata të thoshin që ti duhet të flisje. Sepse unë riskoja edhe të mos flisja, edhe të mos ecja. Pra këto ishin risqet e operacionit tim. Dhe kur doktori provoi që unë mund t'i lëvisja këmbët, më thënë, ishte një gëzim të gjithë duart trokitën atje. Sepse alcat i legambe, unë i ngrita pa këmbët, dhe do me thënë shpërtheu e në duart trokitjet, bravo Vasilika, bravo,
Dhe të them drejtën, unë dija të flisja dhe shumë mirë italisht në ato momente. Ajo ishte më e bukura, sepse ata Kush e di të kam bërë aty brenda Lika edhe. Nuk e di, më kishte, unë flisja shumë mirë italisht dhe më thanë, tani e kuptuan ndoshta në heshtje lidhjen time me gëzimin edhe para operacionit, edhe ai mjeku nga që donte patjetër që unë të flisja, më tha, buri juaj u largua, tha, ishte shumë e shëmtuar gruaja ime, nuk e se si që kanë italianët të ngacme. Dhe i thash, unë e kam të dashur dhe ai do kthej sërish tek unë, se unë do shërohem. Ti fole këtu tu hap goja. Dhe italisht ai më rrithe dhe ai habitej dhe besoj që u lajmërua dhe mjeku, më thënë mjeku që o operoi, Giuseppe, u lajmërua nëpërmjet SMS-ve, sepse mendoj ai ka ikur shumë vonë atë natë, por unë jam operuar, dhe në orën 6 të mëngjesit ka qenë prap pranë krevatit tim për të folur me mua. Me thënë gati nuk e besonte. Unë them Mirela, edhe ai ma ka thënë në takim, kur ne vërtet të themi në mënyrë simbolike i dham besën njëri tjetrit që do t'ja dilnim, sepse ishte një lloj bese, ti tha më beson, mua në këtë, unë i thash të besoj, po do më ndihmosh, patjetër i thash sepse ti e duar art. Dhe madje kujtoj dhe diçka shumë të bukur nga biseda me të. Unë i thash, profesor, pasi erdhi tek të nesër me i thash ju jeni një gjeni. Sepse unë i thash mund edhe të mos flisja tani me ju dhe mund të mos ecja jo, tha. Unë nuk jam një gjeni, unë jam një profesionist. Dhe në rastin tuaj tha një profesionist shumë i mirë. Gjeni tha, gjeni e di kush është? Kush i thash unë, e ndrojtur, gjeni është gëzimi, tha. Unë ngela, po pse i thash? Tha, po sepse gëzimi tha, nga një kuadër tha i bardh fare, na bën tha diçka shumë të bukur, kishte parë disa nga pikturat e gëzimit, na bën një pikturë shumë bukur tha, dhe asaj tha gruas të bukur i jep jetë. Dhe vërtet dua të them që mjeku është shumë i rëndësishëm në kalimin e një problemi të madh për çdo kënd. Është gjysmë psikolog, patjetër. Edhe profesionalizmi, do të thënë, i jep atë që ne të ndërojmë dhe të shpresojmë që do t'ja dalim problemet. E kuptoj. Sa kohë ishte periudha e rikuperimit? Unë mendova, Mirel, që do t'ishte një çike e gjatë. Edhe ai të gjatë e përshkroi, më tha që ti do t'jesh, po themi rreth një vit për t'u rikuperuar. Më tregoi që mund të ndëroja karakter, pra të mos isha Vasilika e parë, të kisha pak momente depresive, të isha e mbyllur në vetvete, do të thënë i tregoi dhe gëzimit e fëmijëve këto që mund të ndodhnin. Në fakt, për fatin tim të mirë, nuk ndodhi asnjëra. Jo, vërtet. Do me thënë, ai më tregoi që ndihma e parë që do të merrja në Tiranë do të ishte ndihma që më jepte një psikologe. Po, shkova atë. Ti nuk shkove te psikologja, nuk e kishet nevojshme. Nuk e kisha nevojshme sepse më priste një ankth i madh i bukur në nëndor ishte panairi i librit. Po. Unë u ktheva në mes të tetorit dhe në mes të nëndorit ishte panairi i librit. Dhe unë jetoja çdo ditë me gjise koka. E kupton, isha në krevat dhe më dhimbte dhe kisha dhimbje absolutisht jo normale për çdo njeri. Dhimbja ikte fashitej sapo gëzimi më sillte në shtëpi librin që ne e kishim lënë për të shtypur para se dhe ma besoni që unë them që edhe puna dhe dëshira për të bërë gjëra të bukura, për të pasur, domethënë një panair të suksesshëm, u përfshiva dhe nuk shkova te psikolog.